Shumë prej juve me të drejtë keni thonë që nuk janë veç burrat dhunus, edhe femnat munën me konë dhunuse. Kjo është e vërtet, ama do të më konë sinqert me realitetin. Shumicën e rasteve viktimat janë gra, jo pse janë ma dopta, po janë ma të pambrojtuna. Shumë burra e kanë shpinë në emrin e tyne, kanë të ardhuna, kanë kontroll mbi financat, ndërsa shumë gra varen ekonomikisht e nuk kanë ku me shku. Ato jesin, jo pse dojnë, po nuk kanë zgjidhje tjetër. Dhuna nuk është veç me të rre në thojza, dhuna është edhe friga, izolimi, kontrolla. Ka dhe burra që janë viktima. Dhuna ndaj tyne është po aq reale sa kjo ndaj grave, po statistikat flasin qartë. Dhe realiteti i shumë grave është një jetë brenda një dere ku nuk ndihen hiq të sigurta. Kjo nuk është luftë mes burrave dhe grave, kjo është luftë kundër dhunës dhe askush nuk dohet me jetu me frikë në vendin që quhet shtëpi. Unë flas për abuzim lidhje toksike. Nëse të intereson ky content, atëherë ma bën follow.